Shokët janë diamant i rrallë. Prindi një ditë ja jep fëmijës së tij, i cili shumë rand pejtohej dhe ishte tip nervoz, një qese të mbushur me gozhda dhe i thot: "Çdo herë që i humb nervat apo ke mospajtim me ndonjë njeri, merre një gozhdë dhe vendose në dërasën e kopshtit." Në ditën e parë djaloshi i vendosi 37 gozhda në dërasën e kopshtit. Në javën tjetër filloi të kuptoi se duhet të përmirësohet dhe ta përmbajë veten, kështu që numri i gozhdave që i gozhdoi në dërasë ishte më i vogël se në fillim dhe ato zvogëloheshin për çdo ditë. Djaloshi e kuptoi me lehtësi se më mirë është të mësohesh të përmbash veten nga zemrimi sesa të gozhdosh gozhda në dërasë për çdo ditë. Në fund erdhi dhe dita ku në ta nuk e gozhdoi asnjë gozhdë. Kur shkoi ta lajmëroi prindin se ma nuk ka nevojë që të gozhdon gozhda, prindi i tha: "Tash fillo të largosh nga dërasa çdo gozhdë që e ke gozhduar për çdo ditë dhe atë pa mos i humbur fare nervat e tua." Kaluan disa ditë dhe djaloshi erdhi të lajmëroi prindin se e kreu emanetin. Atëherë prindi u ngrit dhe e mori të birin, shkuan deri te drasa dhe i tha: "Biri im, e pas ke bërë mirë po shikoj këta vrima që mbeten në dërasë. Ato nuk kthehen më asnjëherë si ishin më parë. Biri im, dije se kur ndodh mes teje dhe të tjerëve ndonjë mospajtim dhe dalin nga ti fjalë të liga, ti në brendësinë e tyre lë plagë si ato vrima që ishin në dërasë. Ti e ke mundësinë të therrësh një njeri e pastaj të nxjerrësh thikën nga friti i tij. Mirëpo ti vetëm se i ke lënë gjurmë dhe plagë të thella. Për këtë arsye, kur e dëmton dika, nuk është me rëndësi se sa herë i kërkon falje, sepse ajo plagën nuk e largon, ajo vazhdon të mbetet prezent. Plaga e gjuhës është më e rëndë se sa ajo e trupit." Shokët janë diamant i rrallë, ata të përgëzojnë dhe të përkrahin. Ata janë gati të të dëgjojnë në çdo kohë kur ke nevojë. Ata janë me ty dhe me zemra të hapura për ty. Për këtë arsye, tregoju atyre se sa i do. Gjëja më e mirë në shoqëri është njohja se kujt mundohesh t'ia tregosh fshehtësinë tënde në mënyrë që të të këshillojë.